Koalicioni qeverisës mund të ketë nevojë për një rishikim, teksa duhet theksuar se ka një afrim të LSI-s me PD-n. Deklarata është bërë nga deputeti i Partisë Socialiste Pandeli Majko gjatë një interviste për Zërin e Amerikës, i cili shtoi se afrimi LSI-PD u vuri më së shumti gjatë diskutimeve për reformën në drejtësi. Me diskutimin e reformës drejtësisë, ne nuk mund të themi dhe nuk mund ta fshehim në mënyrë të përgjithshme që koalicioni po funksionon në rregull dhe gjithçka është si më parë. Mendoj se diskutimi i reformës drejtësisë doli disa probleme dhe sigurisht ka një lëvizje të LSI-s për një marrëdhënie më të afërt me Partinë Demokratike, por mendoj se kjo nuk duhet parë në sensin e negativitetit. Majko shpreh se nuk mund të vazhdohet me aludime me akuza me intriga, por duhet një diskutim i hapur transparent me njëri tjetrin për sfidat e qeverisës së përbashkët me LSI-n. Ajo që ne duhet i bëjmë pyetjen vetes, qoftë LSI-ja është se si do ta ndërtojmë, si do ta vazhdojmë këtë histori të përbashkët të qeverisë së vendit. Kjo nuk mund të vazhdojmë me aludime, nuk mund të vazhdojmë me akuza, nuk mund të vazhdojmë me intriga, dhe jam dakord me ato që ka thënë Meta në këtë drejtim, por në funksion të një diskutimi të hapur transparent ne përballë me njëri tjetrin. Ndërkohë, në fund të intervistës, deputeti socialist kishte edhe një mesazh lidhur me pakënaqësitë e shprehura nga palët lidhur me mbarvajtjen e koalicionit. Pakënaqësitë, problemet, gjitha historitë të cilat ngrumbullonin qeverisje, në radhë të parë duhet diskutuar në tavolinë e bisedimeve në mënyrë institucionale, sigurisht pa ngjall përballë. Ju faleminderit. Ju lutem.